programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarë ungjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni arsyeja për guximin tonë. Kur ju dëgjoni fjalën ungjill, çfarë mendoni ju? A mendoni Jezusin, kryqin, Gjoni 3:16, Biblën? Çfarë mendoni ju kur dëgjoni për kryqin? Dhe kur ju dëgjoni për ungjillin kryesisht? Mirë, njerëzit mendojnë gjëra të ndryshme. Dhe një nga arsyet pse unë mendoj se shumë njerëz nuk e kuptojnë se me çfarë ka të bëjë jeta e krishterë dhe pse ata nuk dëshmojnë, pse nuk e ndajnë besimin e tyre, është sepse kjo është një nga ato fjalë që e kanë dëgjuar gjatë gjithë jetës së tyre dhe thonë se kanë besuar Jezusin si shpëtimtarin e tyre personal, por nuk arrin t'ju thonë dot se çfarë është ungjilli. Nëse dikush do t'ju pyeste juve, tani çfarë është ungjilli? Çfarë do të thoshni ju? Nëse ata ju thonë juve, po ma shpjego mua ungjillin, çfarë do t'ju thoshni atyre? Dhe ajo që ndodh është se kur nuk jeni të sigurt, nuk jeni të guximshëm. Nga që ju nuk jeni të sigurt, ju nuk keni guxim. Dhe duke qenë se ju keni pyetje dhe dyshime për ato gjëra që ju besoni, nuk keni guxim. Dhe ju lejonin që ndonjëherë njerëzit ju freksojnë ju për një arsye të thjeshtë, sepse mendoni se ata dinë më shumë nga sa dini ju, dhe ju mendoni se ata dinë më shumë se sa ju. Dhe shpeshherë ju mendoni se ajo që ata kanë për të thënë është më e rëndësishme se ajo që ju keni për të thënë. Asgjë nuk mund të jetë më larg të vërtetës nëse ju e kuptoni ungjillin. Tani nëse nuk e kuptoni atë, vërtet mund të friksoheni nga dikush. Por unë dua që ju të mendoni se me çfarë ka të bëjë ungjilli, lajmi i mirë. Dhe është fakt që guximi, siguria janë ato që çdo besimtar i nevojiten në këto ditë dhe kohë dhe çdo ditë të jetës. Sepse ne përballemi me kaq shumë marrëzira, me kaq shumë filozofi, me shumë ide që nuk janë të bazuara në shkrime. Ajo që unë dua që ju të kuptoni para se të largoni që këtu sot, dhe ju që jeni duke na parë, është çfarë është ungjilli. Dhe unë dua që ne të fillojmë duke parë vendin e ungjillit në jetën e Jezusit. Për shembull, nëse ju kujtohet kur Jezusi filloi shërbesën e tij, ai thot në kapitullin e 4 të Lukës, ai thot: "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi mua për të ungjillizuar", që do thotë se ai e kishte fuqizuar atë dhe e kishte ngarkuar atë dhe e kishte thirrur atë të predikonte ungjillin. Dhe sigurisht Jezusi filloi të shkonte në qytete dhe fshatra në Galile dhe në vende të tjera duke predikuar dhe duke mësuar, dhe kudo ku ai shkonte, ai fliste në lidhje me mbretërinë e Perëndisë dhe për ungjillin e mbretërisë së Perëndisë. Dhe gjithashtu kur ai u kthye përsëri në Nazaret, në qytetin e tij, ai përmendi faktin që një profet nuk është i pranuar as në qytetin e tij. Kështu ai filloi të predikojë në sinagogë. Dhe si rezultat i kësaj, ata ishin të mrekulluar e të manitur dhe vetëm po e komplimentonin atë dhe nuk ishte më të madh se ai. Ku e mori ky burr këtë autoritet? Dhe pastaj ai dha një ilustrim në mesazhin e tij, dhe gjëja tjetër që ndodhi ishte ajo që Bibla na thot ne, ata ishin të zemëruar kundrejt tij dhe e nxorrën nga sinagoga për ta vrarë atë dhe shtyn drejt malit, pa ai thjesht u larguar prej tyre. Ungjilli ka efekte të ndryshme mbi njerëzit. Dhe pastaj sigurisht, Jezusi e kaloi kohën e tij duke folur me dishepujt e tij në lidhje me ungjillin, duke u shpjeguar atyre se si t'ia shpjegonin njerëzve të tjerë. Ai i dërgoi ata në botë dhe u tha të bënin dishepuj. Ai tha për shembull në kapitullin 16 të Markut, ai u tha atyre: "Dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese." Dhe ajo që ai po u thoshte ishte kjo: "Unë dua që ta përhapni këtë mesazh të ungjillit në të gjithë botën." Dhe ai ngarkoi ata për ta bërë këtë. Dhe ai tha: "Tani para se të shkoni, unë dua që ju të mbusheni me frymën e Perëndisë, të prisni në qytetin e Jeruzalemit derisa fryma e shenjtë të ketë ardhur mbi ju. Pastaj ju do të jeni të përgatitur për të shkuar në mbar botën." Kështu ky ishte ungjilli, sipas mendimit të vet Jezusit. Por shikojeni këtë sipas mendimit të apostullit Paul tani. Vendi i ungjillit dhe jeta e apostullit Paul. Kështu unë dua të shkoni tek Romakët kapitulli 1 dhe të shohim këtë pasazh këtu. Dhe libri i Romakëve është libri teologjik i gjithë Biblës, sepse ka kaq shumë për saj këtu. Dhe kështu, Pali po u shkruan Romakëve kapitulli 1 vargu 1 dhe dëgjoni se çfarë thot ai. Pali, shërbëtori i Jezus Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë. Ai e quan ungjilli i Perëndisë këtu. Tek Thesalonikasve kapitulli i 2, ai thot 3 herë ungjilli i Perëndisë. Siç
I kishte premtuar ai me anë të profetëve të tij në shkrimet e shenjta lidhur me birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit. Kështu ai thot, ky ungjill lidhet me Jezusin, I deklaruar biri i Perëndis në fuqi, sipas frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurit, Jezus Krishti, Zoti ynë. Kështu ai na jep këtu shumë gjëra për të filluar. Me anë të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim për bindje në besim midis të gjithë kombeve për hir të emrit të tij, ndër të cilët edhe ju jeni të thirrur nga Jezus Krishti. Për ju të gjithë që jeni në Rom, të dashur nga Perëndia, të thirrur shenjtor, hir dhe paqe nga Perëndia aty ynë nga Zoti Jezus Krisht. Unë dua që të lexojmë vargun 14. Pastaj ai thot: "Dëgjoni të, unë jam borxhli grekëve dhe barbarëve, të diturve dhe të paditurve. Kështu, ai sa varet nga unë, jam gati t'ju predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Rom." Në fakt, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Sepse drejtësia e Perëndis është zbuluar në të nga besimi në besim, siç është shkruar, I drejti do të jetojë me anë të besimit. Kështu kur ju shikoni apostullin Paul, unë dua që ju të shihni vendin e ungjillit në jetën e tij dhe t'ju shpjegoj disa gjëra që kështu kur ju të dilni prej këtij sot, apo kudo që ju jeni, ta keni kuptuar se çfarë është ungjilli. Dhe ju gjithashtu duhet të kuptoni përgjegjësinë tuaj, llogaridhënien tuaj ndaj Perëndis, për të ndarë të vërtetën e ungjillit të Jezus Krishtit me njerëzit që ju rrethojnë. Kështu le të mendojmë për një moment. Dhe ja se çfarë tha ai në këtë varg të parë. Ai tha se ishte Pali I thirrur për të qenë apostull I veçuar për ungjillin e Perëndis. Do të thotë se Perëndia I kishte ndarë veçmës si një apostull, një predikues, një misionar të ungjillit të Krishtit. Tani, në vargjet 14, 15, 16 këtu te Romakëve 1, unë dua që ju të vini re. Çfarë po thot ai? Ai thot në vargun 14, dëgjojeni këtë. Kjo është ajo që e motivoi atë. Ai tha: "Unë jam borxhli grekëve dhe barbarëve." Dhe kjo është një mënyrë që ai tu thoshte grekëve që supozoi që në atë kohë ishin më të diturit dhe ishin vërtet në shumë gjëra. Qytetërimin e tyre ndoshta askush deri tani nuk e ka tejkaluar asnjëherë, por ai thot, unë jam borxhli grekëve, më të arsimuarit dhe të rafinuarit, dhe barbarëve, shtresës më të ulët mbi tokë, të diturve dhe të paditurve. Kështu, ai sa varet nga unë, jam gati t'ju predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Rom. Në fakt, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Kështu do t'ju bëj një pyetje. Ai thot: "Unë jam I detyruar të predikoj të vërtetën." Më lejoni t'ju bëj një pyetje. A ndiheni ju të detyruar të ndani ungjillin me dikë? Detyrimi flet për një përgjegjësi. A ndiheni ju të detyruar? Dhe nëse një person ndihet I detyruar të ndajë ungjillin, ku duhet fillojë ai? Në familjen e tij. Me fjalë të tjera, çdo baba që është një besimtar është I detyruar të mësoj fëmijëve të tij të vërtetën e ungjillit të Jezus Krishtit shumë herët në jetë. Çdo nën ka përgjegjësinë të mësoj fëmijëve të saj të vërtetën e ungjillit herët në jetë dhe ta jetojë atë para tyre. Ne të gjithë kemi një detyrim. Ju keni miq që nuk janë të krishterë. Ju keni të vërtetën e ungjillit. I vetmi mesazh që mund ta çojë atë person nga toka në qiell, ju e keni atë. Ju jeni të detyruar, Jezusi tha, dilni në mbar botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese. Ju thoni se jam predikues. Nuk ka pse të jeni predikues. Ju thjesht duhet të keni mesazhin. Ju duhet të keni përvojën tuaj me Jezus Krishtin, të keni mesazhin, ju jeni të detyruar ta ndani atë me njerëzit që nuk e kanë këtë mesazh. Ju thoni, supozojmë se ata nuk dëgjojnë, pyesni apostullin Paul se çfarë bëri ai. Ai thjesht vazhdoi të flisë, ai tha se nuk kishte turp nga ungjilli, pavarësisht se çfarë thoshin njerëzit, nëse ata besonin apo jo, ne jemi të detyruar. Çdo baba që është këtu ndihet I detyruar të kujdeset për familjen e tij dhe duhet financiarisht dhe në çdo mënyrë tjetër. Por ç'mund të themi për ungjillin? I detyruar të mësoj atyre, I detyruar të jetojë para tyre në jetë të perëndishme. Ai tha se jo vetëm që ishte I detyruar, por ai tha edhe diçka tjetër. Ai tha se jo vetëm që ishte I detyruar, por edhe I etur ta bënte këtë. Ai tha se kishte diçka brenda tij, kishte një zjarr në brendësitë e tij, kishte dëshirë në brendësitë e tij që të thoshte të vërtetën e ungjillit. Ai tha se ishte I etur ta bënte këtë. Po I bëj një pyetje tjetër. A ka ndonjë këtu që mund të thotë, unë jam I etur të tregoj njerëzve për Krishtin? Unë jam I etur të ndaj dëshminë time me ta.
Unë jam i etur të shoh sa më shumë njerëz që shpëtohen. Unë jam i etur që ta derë zemrën time. Unë jam i etur që të bëj çfarëdo që është e nevojshme që ata të dëgjojnë ungjillin. Por njerëzit bëhen të etur për të zënë një punë. Ata janë të etur të kenë një makinë të re, janë të etur të jenë në gjendje të mbajnë shtëpinë e tyre apo të blenë një të re. Ata janë gjithashtu të etur të vishen bukur dhe janë të etur për shumë gjëra të tjera, por a jemi të etur për gjën më të rëndësishme që ekziston, që është ungjilli i Jezus Krishtit? Nuk ka mesazh si ai. Asnjë mesazh si ai. Nuk ka asnjë mesazh që mund të bëjë për ju atë që ungjilli mund të bëjë. A ka ndonjë të cilit jeni të etur t'i tregoni? Dëgjoni. Kur Perëndia trazon zemrën tuaj, ju do të keni një etje për të treguar për të, dhe si mund të mos e tregoni atë? Ai është mesazhi më i fuqishëm në gjithë botën. Ju mund të sfidoni këdo në botë, më jep mesazhin tënd në krahasim me mesazhin e ungjillit. Ata nuk kanë asgjë. Dhe Pali tha, dëgjoni, unë jo vetëm që jam, jo vetëm që ndihem i detyruar, por jam i etur ta tregoj atë, dhe përveç kësaj, unë nuk kam turp për të. Pyes veten, se sa nga ju janë të turpëruar për ungjillin dhe nuk e din këtë. Përse nuk e tregoni atë? Kur ju e kuptoni se çfarë është ungjilli i Jezusit dhe se sa e thjeshtë është t'ia shpjegoni atë dikujt, ju do të doni ta tregoni. Ju jetoni me njerëzit çdo ditë. Ata janë të etur, ata nuk din çfarë po kërkojnë në jetë. Dhe nëse ju filloni të flisni për kishën, ata do të thonë, kjo punë e kishës. Mos filloni me kishën. Ja se ku duhet filloni. Aty ku ata janë të lënduar. Shumica e njerëzve janë të lënduar për diçka. Thjesht filloni aty ku ata janë. Dhe nëse janë nga ata njerëz krenar dhe egoist që i kanë gjërat në kontroll dhe këtë edhe atë, ky është thjesht një mbulim. Kështu ju vini re këtë mbulim. Pastaj ju kërkoni njerëz që janë të gatshëm të pranojnë se janë të lënduar. Dhe ju kërkojini Perëndis, Zot, unë dua që ti të hapësh një derë për mua. Ju thoni, si ta kuptoj që ai do ta hap derën? Ja se çfarë do të ndodh. Kur ju të jeni të etur, të tregoni për të, ai do të hap një derë dhe ju do ta dini menjëherë se kjo është mundësia juaj. Dhe pastaj, nëse ju thoni, po sikur ata të thonë, nuk do të bëjnë ndryshim ajo që ata të thonë. Kur ju shprehni interesim të sinqert ndaj dikujt, ata fillojnë të hapen me ju. Dhe nëse ata jetojnë në mëkat, pikërisht prania juaj mund të jetë një pengesë reale e vërtet për ta, sepse ata e dinë që ju po bëni një jetë perëndishme dhe ata nuk po e bëjnë. Dhe kështu ata nuk do duan të flasin me ju. Pastaj ju thoni, në rregull, thjesht luteni për ta, Perëndi, bëj kaq të dëshpëruar. Bëj ata kaq të dëshpëruar, o Zot, që ata të më kërkojnë t'ju flas për ta. Nuk do t'i përgjigjet ai kësaj lutjeje, po i përgjigjet. Sepse dëgjoni këtu. Jezusi tha, dilni në mbar botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese. Dhe ai nuk po fliste thjesht për një grup dishepush, por për të gjithë ne. Ne të gjithë kemi botën tonë. Bota e disa njerëzve është më e madhe se të tjerëve, por nuk është kjo çështje. Unë jam përgjegjës vetëm për atë botë që unë kam mundësinë të prek. Dhe të gjithë ne kemi një botë të madhe, një mundësi për të prekur. Kështu Pali tha, unë jam i detyruar, jam i etur për këtë dhe veç kësaj nuk kam turp. Tani, le të shohim natyrën e ungjillit për një moment. Fjala ungjill është një fjalë greke. Euangelion është fjala, një fjalë shumë e gjatë. Por kjo është fjala për ungjillin. Dhe kështu çfarë do të thotë kjo fjalë? Do të thotë lajm i mirë. Pikërisht fjala ungjill do të thotë lajm i mirë. Por unë dua që ju ta kuptoni mirë këtë përkufizim, sepse kur dikush thotë çfarë është ungjilli, ja se çfarë është ai. Ai është lajmi i mirë i Jezus Krishtit dhe oferta e tij për shpëtim përmes vdekjes, varrosis dhe ringjalljes së tij që merret me anë të besimit. Dhe ky është ungjilli. Unë dua që ta shënoni këtë. Pastaj dua ta hapni Biblën tek e para Korintasve kapitulli 15, sepse ku e marrëm këtë? Pikërisht nga Bibla. Në kapitullin 15 të 1 Korintasve. 1 Korintasve 15 ka lidhje vetëm me ringjalljen. Ai e fillon këtë pasazh me këto fjalë. Dëgjoni atë që thot ai në disa nga vargjet e para. Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin. Dëgjoni. Ai thot, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni dhe me anë të cilit ju jeni shpëtuar. E bën shumë të qartë për ungjillin. Nëse do ta mbani fjalën që ju kam predikuar, ju vërtet besuat, me të vërtet besuat, veç nëse besuat kot. Ja ku është ungjilli, vargu 3, sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë veti kam marrë, se ja ku është ungjilli, Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Ky është
ky është vetë ungjilli. Ai bëhet e vërteta që transformon jetën time kur unë e vë besimin në të, do të thotë kur unë besoj në të. Kështu kur dikush thotë çfarë është ungjilli, nëse vendosoni përsëri në ekran këtë. Unë dua të sigurohem që të gjithë e kanë kuptuar. Ky është lajmi i mirë. Ne tham evangelion, do të thotë lajmi i mirë. Ky është lajmi i mirë i ungjillit për Jezus Krishtin dhe ofertën e tij për shpëtim me anë të besimit. Ju besoni se ai vdiq dhe pagoi borxhin e mëkatit ton plotësisht. Jezus Krishti, biri i Perëndisë, erdhi në këtë botë i dërguar nga Ati me qëllim që të vdiste në kryq për të paguar për mëkatin ton. U varros, u ngrit dhe duke e bërë këtë, ai na dha neve dhuratën e shpëtimit me anë të besimit. Dhe ky është ungjilli. Dhe kështu, kur ju të dilni prej këtej sot ose kur të fikni televizorin apo radion, ju jeni të detyruar të merreni me këtë mesazh të shpëtimit përmes besimit në Jezus Krishtin dhe vdekjes së tij. Ju jeni nën detyrim. Kur ju e dëgjoni këtë, jeni të detyruar ta besoni vërtet. Kur e besoni dhe jeta juaj është transformuar, jeni të detyruar ta ndani atë. Me këtë ka të bëjë urdhërimi i madh. Kjo është ajo që Jezusi po thoshte. Dilni në mbar botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese. Ju thoni, po nuk mund të shkojë në gjithë botën. Ju keni një botë. Me fjalë të tjera, bota juaj mund të jetë kaq e madhe apo kaq e madhe. Por ju dhe unë kemi një detyrim, ne duhet jemi të etur, nuk duhet kemi turp dhe të jemi plotësisht të përkushtuar dhe të gatshëm për të mbrojtur ungjillin sa herë të jetë e nevojshme. Ju thoni, po nuk di çfarë them. Po ju them gjë më të mirë që mund të thoni. Më lejoni t'ju them se çfarë më ndodhi mua ditën që e vura jetën time në duart e Perëndisë dhe besova atë si shpëtimtarin tim. Dhe kështu ju dhe unë kemi një mesazh, dhe ky mesazh është i qartë si kristal. Dhe kështu, kur unë mendoj se si apostulli Pale tha këtë, vërtet mendoj se ai nuk mund ta kishte thënë këtë më mirë se kaq. Ungjilli, lajmi i mirë i hirit të Perëndisë, i siguruar si pasojë e vdekjes varrosis dhe ringjalljes së Jezus Krishtit, ky është një lajm i pakrahasueshëm. Në fakt nuk është thjesht lajmi i mirë, por është lajmi më i mirë. Është një lajm që të lë pa fjalë kur mendon që Perëndia na don ne kaq shumë dhe pastaj kur unë mendoj për atë mesazh, unë mendoj se vërteta ai është i vetmi mesazh që është i mjaftueshëm aq sa të dim vullnetin e Perëndisë. Sa të kemi brenda nesh fuqinë për të jetuar vullnetin e tij, sa të kemi premtimin e Perëndisë për paqen, mbrojtjen, për sigurimin dhe për kujdesin, nuk ka asnjë mesazh si ky. Tani, unë duhet t'ju jap juve diçka, duhet t'ju jap një listë me fjalë. Sepse kur ju dëgjoni, tani më dëgjoni me vëmendje. Kujtoni çfarë është lajmi i mirë. Është lajmi i mirë i fuqisë shpëtuese të Perëndisë përmes Krishtit që vjen në jetën tonë kur ne e pranojmë atë si shpëtimtarin ton personal. Tani, ju thoni, po çfarë ndodh kur ai më shpëton mua? Unë dëshiroj t'ju jap një listë me fjalë. Dhe eja fjala e parë, kur ju e pranoni atë si shpëtimtar, Bibla e thot shumë qartë. Bibla thot se ju jeni të shpenguar, e para Pjetrit. Ju jeni të shpenguar me anë të gjakut të Jezusit, që do të thotë se Krishti pagoi çmimin për mëkatin tuaj dhe ju bleu ju, le të themi kështu, dhe tani ju i përkisni Perëndisë. Së dyti, ju jeni të falur. Në procesin e shpengimit tuaj, ai ju fal ju për të gjithë mëkatet tuaj, që do të thotë se ai nuk i përdor ato mëkate kundër jush. Fjala e tretë është shfaqsim. Duke qenë se Jezusi pagoi çmimin për mëkatet tuaja, edhe pse ai tha se shpirti që mëkaton ka për të vdekur dhe ne kemi mëkatuar, duke qenë se ai pagoi çmimin ton, ai tani na deklaron ne si të pafajshëm dhe si fëmijët e tij. Ky është edhe kuptimi i shfaqsimit. Ai deklaron se nuk jemi më fajtor. A kam qenë unë fajtor? Po. Si mund të deklaroj ai se tani unë jam i pafajshëm sepse Jezusi e shleu borxhin tim? Pastaj, fjala që vjen më pas është pajtim. Që do të thotë, në mëkatin tim, unë isha gjithmonë larg nga Perëndia, i ndar nga mëkati. Tani unë jam i pajtuar me Perëndin, që do të thotë se unë jam i rikthyer në miqësi me të. Unë kam një marrëdhënie personale me të tani. Pikërisht me këtë ka të bëjë edhe pajtimi. Dhe pastaj, unë jam i shenjtëruar. Kjo do të thotë se kur e pranoni Jezusin si shpëtimtarin tuaj, ai vjen në ju dhe ndryshon jetën tuaj, dhe çfarë bën? Ai ju ndan veçmas si një nga fëmijët e tij. Dëgjoni. Ai ju ndan veçmas si një nga fëmijët e tij për veten e tij, për lavdinë dhe nderin e tij dhe për të mirën tuaj. Dhe fjala e fundit, në këtë listë është lavdërim. Ju thoni, çdo të thotë kjo në të vërtetë. Dëgjoni, lavdi i Zotit është hapi i fundit. Dhe lavdërim do të thotë se kur ai i thërret emrin ton dhe na thërret në shtëpi, ne hedhim hapin ton të fundit në tokë dhe ne hyjmë në shpërblimin ton dhe në lavdi dhe në të gjithë ato që Perëndia ka për ne në qiell.
Po ju bëj një pyetje. Kush ka një mesazh që krahasohet me këtë? Askush. Kush ka një mesazh që krahasohet me këtë? Që Perëndia i plotfuqishëm na shpengone dhe na falne dhe na shfaqsone. Dëgjoni, kur unë mendoj në lidhje me shfaqsimin tim, me pajtimin tim, dhe për faktin që ai më ka sjellë në një marrëdhënie me veten e tij, duke më shenjtëruar mua, duke më vënë në drejtimin e duhur, dhe në këtë është pikërisht shenjtërimi, është fryma e shenjtë që punon në jetën tonë për gjatë gjithë jetës sonë. Dhe ky është pikërisht ungjilli i Jezus Krishtit. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Me që kjo është e vërtet, më jepni një arsye se pse mund t'ju vijë ndonjëherë turp për ta ndarë atë. Ndonjë nga ju? Askush. Pse? Sepse nuk ka arsye për të qenë të turpuruar nga lajmi më i mirë. Dgjoni, nuk është vetëm lajmi i mirë, është lajmi më i mirë. Dhe askush nuk ka patur ndonjëherë lajm më të mirë se ky. Nëse nuk e keni pranuar Jezusin si shpëtimtar, është lutja ime për ju që të ndalni e të mendoni për këtë që keni dëgjuar. Unë thjesht ju thash atë që Perëndia thot, jo opinionin tim, unë thjesht ju citova juve disa shkrime dhe ju thash atë që Zoti thot. Nëse kur nuk e keni besuar atë si shpëtimtar, dëgjoni, ju nuk keni asnjë siguri. Ju nuk keni shpresë për jetën e përjetshme, nuk keni sigurinë e jetës së përjetshme, sepse Bibla është shumë e qartë se veprat tuaja nuk do t'ju çojnë ju në qiell. Sepse nëse do t'ju çonin, Perëndia ka bërë një gabim të tmerrshëm në dërgimin e Jezusit në kryq dhe në vdekje. Dhe Perëndia nuk bën asnjë gabim. Unë ju përgjërohem juve që të mendoni për këto që keni dëgjuar dhe t'i kërkoni Zotit Jezus Krisht t'ju falë për mëkatet tuaja, duke besuar se ai është biri i Perëndisë, se ai erdhi që të vdiste në kryq, se ai derdhi gjakun e tij dhe pagoi plotësisht për mëkatin tuaj, që përmes gjithë këtij procesi t'ju transformonte ju, t'ju bënte fëmijë të Perëndisë, t'ju vuloste në frymën e shenjtë dhe t'ju shenjtëronte juve në veten e tij, që në të gjitha ditët e jetës suaj, ai të jetë aty në ju me ju dhe t'ju aftësoj ju të bëheni ai njeri që ai dëshiron të jeni. Nuk ka mesazh që krahasohet me këtë. Ju e dini që është e vërtetë. Kudo ku ju jeni, kushdo që ju jeni, kur kjo shërbes të mbaroj. Nëse është në televizion, në radio apo jeni ulur këtu, përse të mos përkuni kokën e thjesht të thoni Perëndi, e kam bërë jetën time rrëmuj. Është e drejtë, unë nuk kam asnjë siguri për asgjë. Unë të kërkoj ty të më falësh për mëkatet e mia bazuar në këto që kam dëgjuar sot, se Jezusi ka paguar plotësisht mëkatin tim në kryq. Unë besoj se ai është biri i Perëndisë, unë besoj se ai vdiq për mua, unë besoj vërtet se unë ngrit prej së vdekurish, dhe unë besoj tani, ndërsa e pranoj atë si shpëtimtarin tim. Transformoni jetën tuaj, jo për një ditë, por lavdi Zotit për gjithmonë. Kjo është ajo që do t'ju ndodhë. Të themi se jeni të shpëtuar dhe jeni të krishterë për një kohë të gjatë. Ndoshta përpara se të dilni prej këtej sot, ju duhet të rrefeni Perëndisë se keni patur turp, se keni qenë të frikësuar, keni qenë të ndrojtur, ju nuk keni dhënë një dëshmi ashtu siç duhet ta jepnin, por duke filluar që sot. Duke qenë se e dini që keni mesazhin më të mirë që ekziston, mesazhin e vetëm që mund të transformojë jetën e një personi dhe ta çojë atë në qiell, ju do të filloni të jeni, dëgjoni, të ndiheshëm ndaj mundësive dhe të etur për të përfituar prej tyre. Amen? O atë sa mirënjohës që jemi në këtë ditë. Kjo fjalë thjesht ungjell është lajm i manitshëm, jo thjesht lajm i mirë, por lajm që të lë pa frymë, është lajmi më i mirë. Dhe lutem që fryma e shenjtë të trazojë gjithsecilin prej nesh, që të kemi një zell brenda nesh për ta ndarë atë. Jo thjesht një dëshirë, por një zell për ta ndarë atë, sepse vërtet është lajmi më i mirë që dikush mund të dëgjojë ndonjëherë. Dhe lutemi për këtë në emër të Jezusit. Amen.